Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të dashur vëllezër të nderuara motra, ju dëshirojmë shikueshmëri dhe dëgjim të bukur e të rehatshëm në podcastin tonë të Xhamisë El Felah, ku sonte me ne kemi një musafir të veçantë nga Shkupi, hoxhën i nderuar, i dashur e shumë i respektuar, Hoxha Ali Shabani. Hoxh, mirë se na erdhët në podcastin tonë të Xhamisë El Felah. Mirë se u gjetëm. Allah ju shpërbleft për vizitën, për kohën që e dajtët me vizitu xhamin tonë edhe xhamatin, dhe është një ndeje, një kënaqësi me të pas mesin tonë. Gjithashtu. Allah ju ruajt hoxh. Ne do ta kemi një bisedë të lirë. Edhe kisha pas qef disa informata, disa dhëna që do t'i dëgjojmë nga ty kështu direkt. U kemi dëgjuar rrjetet sociale, vëllezërit, motrat në përgjithësi ju njohin si hoxhi, dëgjojnë ligjëratat që uja, alhamdulillah, dhe shpresojmë që të gjithë umeti do të kenë dobi nga ato ligjërata, nga ato këshilla nasihate. Por kur të kemi direkt këtu drejt për së drejti në xhamin tonë dhe podcastin tonë, është diçka edhe më ndryshe kur të dëgjojmë disa dhëna ose disa formata lidhe me jetën tuaj, lidhe me davetin, thirrjen rrugt të Allahut, lidhe me kontributin dhe gjatë gjithë të tyre viteve të jetës tuaj që ju i keni kaluar në rrugt të Allahut Azza wa Jall. Hoxha, në fillim me siguri edhe vëllezërve motrave ju intereson që do ta dëgjojnë në podcastin ton, që normal në podcast nuk ka gjatë kohë që e kemi filluar, por alhamdulillah shihet një bereqet te këtij podcasti, edhe që konsiderohet podcasti i parë i hapur në një xhami në Zvicër. Do të thënë xhami e ka, por nuk ka podcast në Ju dëshirojmë sukses. xhami. Faleminderit, Allah ju ruaj. Hoxh, studimet tuaja, fillimi i studimeve, fillimi i praktikimit të fesë, diçka të ndëgjojmë nga ju rreth fillimit të praktikimit dhe studimeve. Kjo rrugtimi, alhamdulillah, unë jam me një familje, jam rrit në Shkup, aty kam lind. Edhe qysh në familje kam tregu interesim, dashuri ndaj fesë. Edhe në klasën e dytë pa ta fillu, mësoj edhe Kur'anin. E kemi pas aty në komshi një cilin e kam mësu Kur'anin, ai tash është do për rahmet Mensur Shabani. Jetën mbi emër e kemi pas. Allah më shëroft, Allah shpërbleft me të mira, ka qenë shumë i përpikt në mësimin ton për Kur'anin. Pastaj, pasi kemi bë hatme na, domethënë kemi pushu prej mësimit të Kur'anit. Mirë, po pastaj kohë pas kohe, ajo atmosfera jonë aty në Shkup me xhamia, jemi frekuentuar në xhamia. Mirë, po nuk kemi pas dije të bollshme për mi kuptu gjanat. Pastaj, domethënë, pas shkollës fillore, kam viju shkollën e mesme, kështu shtetërore, gjimnazin. E pastaj kam bë ushtrin. Pas jam kthyer prej ushtrisë, jo kohë gjatë, fillum përsëri më fal. Bile është ta tregoj edhe pse shembulli dikush ndoshta kishte tentu ta mban fshehur, po do ta tregoj. Kishte qenë mirë. Si ishte një shkëndi aty, edhe ka qenë Ramazan. Se Ramazani është një shans për me shfrytëzu se ndodhin me të vërtetë në jetën e njeriu do ndryshime që ndoshta 11 muaj nuk ndodh. Atëherë në atë kohë, në viteve të 80-ta, me pi duhan ishte krenari, me tregu bornien dikush. Ndoshta një kam qenë prej atyre. Edhe para se me shkon të ravi, tash po marrim avdes edhe u deshke me prit një shok për me shkon të ravi. Edhe tash ishte një revist, a unë çdo herë kam qenë kurreshtar me lezu revist. Edhe marra të revistën, ishte revista Zemzem që vinte prej Sarajeve. Në gjuhën bosnjake, po na dishmi. Edhe gjuhën bosnjake e kuptonim në Shkup ashtu. Në shoqëri e kanë ditë edhe bosnjakishtën. Edhe them të drejtën, librat e parë fetar i kanë pas në gjuhën bosnjake. Pastaj kanë dalë shqip, botime janë përkthyer në gjuhën shqipe.
Edhe atje lexoj një hadith që ajo më ka prekur shumë. Në ata shkreti kina ditë do gjanë dhe informata fetare. Këtë se me lekt regjistrojnë veprat, e kemi ditë për infirmeri, informat. Mirë po ka bani dobi shumë ma vonë. Edhe e lexoj një hadith në gjuhën bosnjake me domethënien gjithë shka që ju pengon me lekve, do të thonë, gjithë shka që ju pengon njerëzve, ju pengon edhe me lekve. Unë, kjo më preku shumë. Thash, unë pas këti momenti, unë e ma duhan jo. Jo. Kjo ka ndodhë vitin 89, ndoshta 90. Edhe më ka prek shumë, thash, unë të bëhem sebeb që ju pengoj me lekve që i regjistroni veprat, jo, thash këtu, kjo do t'jetë mo fundi. Prej aty pas një kohë, jo të gjatë, kur erdhi viti shkollor, me një grup, unë nisëm për në Siri. Me shku me mësu në Siri. Dhe atje fillon hapat e para t'i bëjmë në kërkim të dijes. Po, gjuhën arabe dhe shkencët fetare. Kur kam shku atje, kur e kam pa, do më thonë se shkrimin arab është vetëm me bashkëtinglore, zanorët janë vokale, du t'i dish vetë. Isha pas ushtrisë unë, do më thonë atje, edhe thash në vete, thosha, shansën e parë për të këthin shpjetë dhe ta shfrytëzoj do t'iki për këtu. Mos të korritem para tjerve. Qysh do të lexoj në këtë shkrim? Edhe pastaj dita ditës, po mësojmë atë. Mirë po unë me këtë mendim, thosha do të largohem se nuk mësohet kjo. Kur shkrueshim unë kam pas frikë lapsin me ngrit, se s'di ku të vazhdoj. Kur kemi shku mas parë. Dita ditës po mësoj mirë, po unë mund të them lirisht se në jetën time më shumë që kam dhënë mund për mësim ka qenë Siri. Mirë po dhe ajo e dha rezultatin. E bëjmë testin e parë, tash unë ato mujtë e parë, 2 mujtë e para për mu ishin. A dikush me vite para me ati. E bëjmë testin, notën më të madhe e marrë. Alhamdulillah. 91 kam marrë, më thonë në shkrim. Ajo pastaj ma kthej mendimin, do të thonë se ka ta se mundem unë me bë diçka. Vitin tjetër që erdha, e kishim landën e sintaksës, gramatikë sintaks. Ai ishte landë, nuk ishte e lehtë. Jo, përveç kësaj dhe profesori ishte Iran. Profesori, do të thonë, ka qenë shumë i vështirë kështu. Edhe thoshin te kjo është vështirë me kalu. Unë nuk kam qenë shumë kontaktiv. Kam vetëm dëgjojsha me vëmendje. Tanë kohën, profesori ka mendu se unë nuk kuptoj. Tash këto janë sa kanë ardhë. Mirë, po kur e kemi bë testin, ka marrë të ai 75. Me marrë të ai 75 ka qenë, më thonë, mrekulli diçka. Edhe e kanë marrë test, shikoni, në Siri, testet kanë qenë, në një katror ka qenë gjysmë trekanç, e zezë, gjysmë e trekançit e bardhë. Te e bardha shënon emrin edhe palosët, kur të kontrollohet testin, mos me ditë të kujt është. Mos të tërhek, edhe me thonë, pak diçka. Jo. Mos të ketë anim. I huaj apo i vendas njësoj trajtimi. Kur e hapin, Ali Shabani. Së është e mundshme. Nuk është e mundshme, Ali Shabani me mirë 75. Këto sa kanë ardhë. Sintaks 75, arabët se mërin këtë. E thonë ka kopju. Konstatimi tjërë. Po. Kur e shohin atë që ka qenë nga Tmeri, ka qenë nga Filipinët, thonë, sa ka marrë ki 65? S'mund atë ki 65, ki që ka kopju 75? Më thonë nuk, s'është e mundshme. E shikojnë, e studiojnë ato fletat e mija, më thonë. Thotë nuk është e mundshme 4 fletat kopjon. Mund të kopjon diçka. Diçka po. Po, 4 fleta nuk kopjon. Edhe çka ban drejtori kur e përfundon, thotë merr një përfundim se vetë kanë bë, e merr atë fletën edhe nëpër korridor, edhe tu bërtit. Thotë shikon të Ali Shabani kur ka ardhur mriti 75 te Shueiki, profesori Shueiki. Thotë ka marrë 75 te Shueiki. Edhe ju thekë tjerë, ku jeni ju? Që ka arritë e me mësu këto regula të sintaks. Me vullnet po,
Mirë, edhe kjo pastaj më stimuloi edhe më tepër. Kur dul kjo në mejdan, kur dilsha në pushim, vinë prej arabëve edhe më pyesin thotë, ma bë analizë këtë irab që i thojnë arabisht. Ma bën analizë këtë fjali. Edhe ju tregoj. Unë ju tregoj, po më shkon njëkohësisht mendja, thosha, ishte koha kur dësha me ik. Ishte një kohë kur dësha me ik, tash po më pyesin këto, unë t'ju shpjegoj analizën në sintaks. Edhe prej atje, elhamdulillah, kam qëndru një kohë, pastaj kam punu në Shqipëri për këthis, se ishte nevoja, e bona një pauzë, mirë, po pastaj prej Shqipëri. Sa kohë keni punu si për këthis në Shqipëri? Po në Shqipëri kam shku një herë në 93-ën, pastaj u ktheva në studime përse në Siri, pastaj erdha në 94-ën, deri në 95-ën, e në 95-ën, viti shkollor kur filloi, shkova në Jordani. Dhe atje diplomova, po. Atje diplomova. Përkthimet e juaja çka kanë qenë në fillim? Përkthimet i kanë fillu prej 95-s në Jordan, se gjuhën e disha. Në çka? Librin e parë që e kam përkthi është Menasik el-Hajj që Albanit. Mashallah. Po. Pastaj ka qenë një libër Aina nahnu min akhlaq as-salaf, ku jemi në krahasim me moralin e të parëve tanë të mirë. E pastaj libra dhe nuk e di sa është numri që jam angazhuar me përkthime, me recenzime, e këto të fundit janë, më thonë, Sahih Muslimi, Sahih Buhariu, tash punojmë në Musnedin vetë kam përkthie librin Sahih Jami Sahir, më thonë përmbledhja e vogël e vërtet Sahih me 8200 hadithe. Allahu me barik. Allahu u ka dhënë bereqet. Tash pret botimin ajo. Alhamdulillah. Edhe shumë tjera, më thonë tefsirin Ibn Kathirit. Do thënë keni bëu përkthime gjatë jetës. Po, me të vërtetë, alhamdulillah. Do thonë përkushtimin më të madh e kam me libra. Alhamdulillah që Allahu pse smogojnë ligjëratat kështu, po. Këtu jam përqendruar më tepër. Edhe atë shohim fal Allahut azza xal që është në dobi të gjithë shoqërisë, në përgjithësi të cilët kuptojnë gjuhën me të cilën drejtohen njerëzve, por është një begati, një mirësi me cilën Allah subhanahu taala ka begatuar. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse Allahu edhe robën e tij ja mundson që ta kupton fen. Edhe ajo që u ka mundsu të arrini deri këtu edhe me vazhdu edhe sot me u pa hajrin ata atje ku jetonin, më thënë vëllezërit në Shkup, po tash përgjithësi edhe të gjithë anë mban botës se tash interneti, rrjetet sociale bojnë veten nga ligjëratat e tua me të vërtetë përgjithësi vëllezërit e motra marrin këshilla shumë të dobishme dhe të mira dhe që në favor të imanit dhe besimit të tyre. Tash momentalisht jeni në VV apo? Po, tash në VV. Na tregon hoxh si e shihni shoqërinë këtu, xhamatin këtu, a shihni një dallim mes xhamatit se ma bo halal për ndërprerjen, ka ndodhur unë kam shkuar në për shumë xhamia këtu në Zvicër. Çështoj e kemi pas edhe nevojën atëherë kur e kemi ple xhamin këtu, kam shkuar për xhami, edhe kam pa xhamate të ndryshme. Wallahi billahi Allah kam thënë kështu. Alhamdulillah që Allah më ka dhënë çat xhamat. Alhamdulillah. Ma ka mundësu që ta kuptoj vlerën e xhamatit tim unë që kam. Por një të kohë edhe prej xhamatit kërkohet që t'i shëtisin xhamiet edhe t'u adin vlerën hoxhallarëve të atyre. Shumë e vend. Tash ti ke shëtit edhe në Evropën përgjithësi, nuk thënë ke prezentu, ke marrë pjesë në për tribune ligjërata, në për xhamia të ndryshme, po mu më intereso për të për Zvicër. Si e shef xhamatin këtu, krahasim me xhamatin atje? Pra, unë kam shku në Austri, në Gjermani, në Suedi, po edhe në Zvicër. Këto vende më shumë, nga rasti me vizitu. Edhe të gjithë këto vende që kam shku, kam gjetë besimtar shumë të mirë. Edhe kam kalu Ramazan, dhe jashtë Ramazanit kam gjetë. Qaste, që krejt e kam zemrën të mbushur me mbresa. Në të rendi. Edhe jam edhe i kënaqur, po edhe unë personalisht kam pas dobi në atmosfera të krijuar në këto xhamiat që i kanë çelë këto hoxhallarët këtu. Allah i shpërblet gjithë pa përjashtë. Amin. Unë e thesha një fjalë, nështë ta tinglon që sharake,
I thosha, ta na po vim hoxhallarët këtu, me bën një shërbim, edhe ju në këmbim të kësaj shërbimit po na jepni diçka do dhurata. Thosha, mirë që se shefni gëzimin ton, se kishim e thonë se na duhet me ju dhon juve. Na sakzomi, hoxhallarët sakzohen kur e shohin këtë atmosferë këtu. Po. Para mendoni sonte çfarë atmosfere ishte. Edhe për natë e shohim nëpër këto xhamiat. Atmosferë imani. Sikur se po rikthehet, me thonë tash, na të vim prej në Ballkan, të vim këtu të mbushim me iman. Atmosferat që janë të krijuar këtu, të mirat, këtë islame, jemi vetë dëshmitar. Më thonë kalan për Ju kaloni këtu, këtë vitin na vim për Ramazan ose dhe një rast tjetër, edhe kemi çka me pa. Edhe ndjenjat vet, ato ndjenjan, ndoshta gjuha është e pamundshme, është dobët me mu shpreh çka ndjim, më thonë emocionet në zemrat tona. Prandaj, domethënë, këtu është bën një hajër i madh. Allah i shpërblet. Amin. Edhe ju një shkak. Amin. Është bën një atmosferë shumë e mirë, edhe pse na them të drejtën më përpara kemi menduar se ku shkon perëndim, më pritet devijimin të ai. Ka ndodhur kundërta. Pra Allah subhanahu wa taala këtë dritë do ta shpërndaj çdo herë. Edhe nëse mundohet dikush ta fik, jo, Allah subhanahu wa taala këtë dritë do ta shpërndaj deri në ditë kiametit. Hoxhi i nderuar e i dashur, ka dashur Allah subhanahu wa taala nëse foli personisht për mua, ka dashur Allah azza që të vi këtu edhe do arritë të cilës kam pas mundësi të arrijë atje. Edhe këtu beso me vlerën dhe rëndësinë që të apin si hoxh, e për disa vendet e një nuk të hapin. Më thënë, të hap të drejtën vizitë, qoftë në spitale, qoftë në burg, qoftë bashkëpunim me komunën, për shembull në departamente të ndryshme, varësisht aftësia, kapaciteti yt. Pra, vlerësohesh si hoxh. Normal, si hoxhallar, do të jemi shumë të kujdesshëm në mënyrën e interpretimit të fesë, edhe mos të hapim dyrë përmes të secilave islamit i shkaktohet problem, po gjithashtu edhe xhamatit në përgjithësi që kërkohet urtësinë e davet. Edhe atë që them se hoxhallarët që janë, pa marrë parasysh çfarë xhami, në cilën xhami se në përgjithësi, janë hoxhallarë të cilët kanë dhënë kontributin e tyre me shumë urtësi, me quri dhe durim në thirrjen e davet, dhe me shumë kujdes, do të thonë që mos shkaktojnë gjëra të cilat do të sjellin dëm islamit. Ne na bëhet çefi që kjo u ka mbet juve si përshtypje, edhe shpresojmë se aq më shumë Allah do të japë bereqet si këtu, po edhe atje. Atmosfera e Ramazanit këtu dhe atje, Shkup. Ne dëgjojmë çdo herë thënë Shkupi me ka e dytë, kështu thënë. Apo? Po, me ka ose me dinja dhe një herë. Po. Edhe pse tash për Ramazanin i këtu mirë, po prej ka motimet vërtet Shkupi vetiu ashtu e ka një farë atmosfere të veçantë. Ashtu krijohet aty një atmosferë, ndoshta edhe prezenca e xhamiave të vjetra prekos të Osmanlive, edhe traditat e ai popull që e kanë rujt çdo herë gjenerat pas gjenerate, edhe janë gjurmët edhe sot. Edhe kam bet ajo, dihet. Tash, na ndoshta pse jetojmë aty na bosh rutinë mirë, po kur vinë për qyteteve tjera, e vërejnë këtë. E vërejnë, për shembull, në Drek, në xhami e madhe, arrin të falen, domethënë deri te dera ose dalin jashtë. Vinë prej qyteteve tjera, thotë, ai xhumo sot është? Pse se në vende tjera nuk janë mësuar ndoshta jashtë xhumos të mbushet xhamia. E kjo në Shkup ka ndodhur. Në Drek për shembull, edhe jashtë ka ndodhur xhamia e madhe, s'po them për të vogla. Derisa i ka bë përshtypje, domethënë bën pyetje vetes, mos qenë ka xhumosat për asaj atmosfere. Edhe kështu, si kur vjen Ramazani, me njëherë ndron pak ajo rutina e jetës, me njëherë ndron. E merr atmosferë Ramazani. Frekvenca e njerëzve na për xhamia, në rrugë, kështu me njëherë, kush vjen e vërejnë këtë në Shkup. E tash këtu, ndoshta ndryshë është, po edhe këtu i ka të hajrin e vetë. Edhe këtu, domethënë, i shohim na që kur vim prej atje, i shohim këtë atmosferën.
vetëm ndoshta pak në mënyrë tjetër. Pak ndoshta ka dhe një dallim, Po. nuk janë si në rrugë të Shkupit jashtë, mirë po na për xhamia, Në për xhami ka organizim. mashallah, Po. a din, lulëzojnë edhe vlojnë ato hajri, më thonë, derse po sonte patëm rastin unë të shoh unë për vete, të shoh këtë atmosferë për mua shumë e këndshme me këtë xhamatin kështu me kontaktive me të vërtetë edhe kjo ndikon se krijimi i kësaj atmosfere islamike me këtë pamje kështu ndikon te shpirtat e njerëzve. Edhe kur bëhet kjo me një shtot imani, përmirësohet gjendja, me njëherë njeriu merr pak ta ndryshon veten, edhe në këtë atmosferë, më thonë edhe në perëndim. Shiko këto xhamia që janë bën, domethënë këtë këto xhamia e kanë një kible, një drejtim të përbashkët, një drejtim. Ai drejtimi është për të drejtuar ne për ta realizuar një ibadet. Çfarë ibadeti është namazi? Çka është namazi? Takim me Allahun. Domethënë ti po takohesh 5 kohë gjatë ditës dhe natës me Zotin tënd, me Allahun. Atëherë çka pritet prej neve? Me hoxhën, me xhamatin pritet prej neve. Nga ky takim 5 herë në ditë të reflektohet jashtë. Unë jam taku me Zotin. Unë kur dal jashtë, tash du atë reflektit, ati takimit ta reflektoj jashtë. Pra paramendon e muslimant si duhet jemi jashtë. Me thonë tjertë, tash po dalin për xhamis. Tash çka të thojnë? A hikni sa dolën për xhamis apo janë të dalë për xhamis të shohim? Të kenë mall për neve. Hoxh, po ta them diçka, kërkoj halallak se shumë prej të ujtëve që e kanë pranuar Islamin, kanë pranuar shumë për shkak të sjelljeve të mira të vetë muslimave. E kjo është. Edhe që shumë kanë Nëse do të shohim dobinë e namazit, është kjo. Tregoje sjelljen. Vetë kanë sjellë. Ti e njeh që takohesh me Zotin tan. Pasi takohesh me Zotin, atëherë tregoje këtë rezultat, këtë reflekt jashtë. Kjo është. Hoxh, Allahu të ruajë të begatoft. Më bën hallat që një shembull, më marr kështu shembull të thjeshtë. Nëse dalim në mal dikun. Dalim në mal. Tash se na të udhëzum jemi, tjerët nuk e dinë këtë udhëzim. Nëse dalim në mal, shembull më marr. Edhe duke hec, jemi duke hec. Edhe dëgjon dikun një zë, ndih. Ose si thonë frëngjisht? Ndih. Ed, apo help, anglisht help. Help, po në gjuhën frëngjë ed, po. Edhe bërtet dikush. Ne kur shkojmë atje, e shohim në grop. Refleks i njeriu çka bën? E zgjat dorën. Me njëherë e zgjat dorën. Se e shef në grop, nuk i thua ati ku i ki pas syt. Pse kira tash reati. Jo, me njëherë reagimi, kush do tjetë, reagimi ka me qenë me ja zgjat dorën. Tash neve, sa veta presin qatë me zgjat dorën na. Sa veta presin. A zgjasim na këtë dorën. Kjo është, do thonë, këtë që du ta bartim të tjertë me qenë sebeb për me shpëtu dikush. Allahu na bëf sebeb për udhëzimin e të tjerëve. Hoxh, Allahu trujt shpërblef me xhenet ya Rabbel Alamin. Si kërkesë ose pyetje fundit ose kërkesë tani ndryshe, pasi që jemi në muajin e Ramazanit dhe para mbylljes së këtij emisioni me musafir, domethënë kaq të dashur të nderuar që ju kemi, çka i këshilloni vëllezërit dhe motrat? Masi që kanë met edhe 20 ditë muaj Ramazan. Me çka i këshilloni vëllezërit, jetën kohë edhe neve të gjithë. Është mjaft kohë. Prandaj unë, domethënë, e këshilloj veten, po e këshilloj edhe besimtarët që sa më tepër ta shfrytëzojnë këtë kohën. Se kjo shkon dhe nuk kthehet, duhet me prit pastaj një vit. Ati që Allahu ja ka mundsu muajin e Ramazanit ta mrin, ta përjeton, i ka dhënë një hajër shumë të madh. Këti hajrit madh nuk i kthehet shpina. Duhet ta shfrytëzon kohën për sa më tepër ta shfrytëzon me gjëra të mira. Se gjërat e mira në këtë kohën e mirë të zgjedhur, domethënë vlerësohen më tepër. Prandaj, çka ka bëu diçka mirë jashtë Ramazanit, ne ti shton në Ramazan. Se Ibn Abasi në hadithin që transmeton Buhariu thot kështu, thot pejgamberi ka qenë shumë bujar, ka qenë bujar. Mirë po thot më tepër bujar kur vinte muaji Ramazan. Sahabët e kanë vërejtë te pejgamberi këtë ndryshim. Pasi Allahu e veçoi këtë muaj
edhe na t'i veçojmë edhe veprat. I ka shtu bujarin, zellin e tij sa më tepër e ka shtu në këtë muaj. Prandaj e këshilloj edhe veten edhe krejt që sa më të zellshëm me qenë besimtar në këtë muaj. T'japin maksimumin e tyre. Lusim Allahun që agjerimit na i pranon. Zemrat na i pastron, Amin. rrugën e drejtë na forcon e të na drejton. Amin. Nuk na mbetet përpose që t'ju falendrohemi, se kush Allah nuk ndroft, falendron Allah njerëzit, ndroft. ka falendruar Allahun. T'ju falendrohemi për kohën, për mundin, sakrificën dhe u regjistroft Allahun në peshon e veprave tuaja të mira. Amin. Në të kohë gjithashtu ju falenderojmë sponsorëve, të cilët sponsorojnë podcastin El Felah të Xhamis për realizimin e këtyre emisioneve, episodave. Lusim Allahu subhanahu wa taala që Allah të shpërblej probleme të mira të tij në këtë botë dhe botën tjetër dhe na ringjalt Allahu bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në botën tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam.